Në vitin 1968, mas i mbaroi faza parë, do fillonte faza dytë, 8 nëntori Sukthit ishte fut kategori 2 në atë kohë. Dhe gjatë fazës parë, 8 nëntori Sukthit ishte shumë keq. Kush ishte trajner? Trajner që i molli daja respektin më të madh për atë njeri Fik Jashari. Unë nuk e kam njoh babën tem, kupton? Por edhe sot e kësaj dite unë i them Fikut bab, sepse jo vetëm si trajner, po pikë parë ai ka qenë një njeri human. Sul Gallai drejtohet Durrësit, ish drejtori i fermës, po. I drejtohet klubi sportiv të Lokomotivës dhe i thotë, të lutem më ndihmo me 3-4 lojtar, një sulmues, një mesfushor, një mbrojtës e një portier. Dhe shorti më ra mu, se na caktoi Petraq Konomi, që shkova unë, Dull Hoxha, një mesfushor, një mbrojtës edhe një portier Instituçi. U të dyrum të shkonim. Më kujtohet një të shkat mirë, sepse futbolli ka dhe këto përplasjet e tjera. Në ekipin e Lokomotivës në atë kohë lunin edhe 2 lojtar jashtëzakonisht mirë të vjetër. Një lojtar talent i Lokomotivës, Ores Grami, i cili mosh, dhe një mbrojtës i djathtë që ishte Pask Bardhi. Aty më erdhi keq sepse po aty u lajmëru që Juve duhet ta lini futbollin për këta 2 personat. Mund vërtet më erdhi keq sepse si Ores Grami, si dhe Pask Bardhi mund të luani edhe 2 vjet tjerë me Lokomotivën. Megjithatë, unë detyrova shkova në Sukth, sepse na u tha. Çfarë kategori ishte Sukthi? Sukthi kategori 2. Gjendja ishte shumë dobët, ishin në vend të parafundit. Dhe prandaj dhe Sul Gallai ma me ndeshin e parë me Sukthin. Atëre. Me kë keni luajt? Atëre, unë e me ndeshin e parë me Sukthin, edhe kemi luajt me Sopotin e Liberazhit. Unë luaja sulmues me Sukthin, të thash edhe një herë, po e përsëris, ne që vinim nga Lokomotiva kishim ardhur me përgatitje fizike, domethënë kishim marruar përgatitjen fizike për të filluar fazën e dytë. Ka një diçka që të vije nga një ekip i parë, edhe të luajë kategorinë e dytë, domethënë kishte çik më të lehtë. Vështirësia ishte në kategorinë e dytë, sepse terrenet ishin shumë keq. E dyta, futbolli ishte shumë i fortë. Jo në kuptimin i fortë i bukur, po i fortë në shkelma, kur i thonë muhabetit. Dhe fillon gjithë disa neshe, si këto, si në Kukës, si në Tërpoj, sepse zona... Ishe parë me Liberazhin si dole? Me Liberazhin dole 2-0. Kush i bëri? 2 gola i bëra unë, sepse, them drejtën, unë kam qenë sulmues si avancuar gjithmonë dhe punonin tjerët për mua. Sa gole ke arrit bësh në Sukth në atë kohë? Atëre, vetëm fazën e dytë në Sukth, Sukthi shënoi 22 gola. Nga këto 20 gola e kam shënuar unë, dhe 2 gola e ka shënuar një Shaban Mao, edhe një Xhep Dervishi. 2 shokët e mi që kanë luajt në Sukth. Unë shpreh respekt për ata shokë që luajta gjysmë faze, siç ish Baram Çyrbja, Osman Baganoçi, Gega, mbrojtës, Gzimi, Omeri, Shaban Mao, Xhep Dervishi. Domethënë ishin vërtet jo me përgatitje, si të them unë, teknike dhe taktike, po ishin djemë që lunin me shpirt. Tash duke mos mbaroi faza e dytë kampionatit, vitit 68-69, Sukthi nga veni para fundit shkoi në vend të dytë në ato vite. Në shjak që trajner Suleman Maliqati, profesor Sule, e respektoj e du fort.
dhe takojmë shpesh dhe rrim bashkë me të. Ai vjen dhe bisedon me Fikesharin. Bisedon me Fikesharin dhe i thotë që Kadriun edhe Dullën i duan. Domethënë për mua dhe për atë mes fushorin. Atëherë daj Fiku, se daj i thosha, kisha një diçka të veçantë me Fikesharin sepse më donte fort, e dinte që unë isha jetim, domethënë isha pa përkrahje, pa gjë kështu. Dhe më ndihmonte shumë. Po tha, edhe më thotë, Kadri do shkosh në Shijak. Shijaku është një ekip më i kompletuar, më i mirë, faktikisht. Shijaku çfarë kategori ishte në atë? Kategori të dytë edhe Shijaku. Edhe Shijaku ishte kategori të dytë, po ishte një ekip me emër. Ishte një ekip, Pierin do të them Kadriun diçka që të gjitha ata futbollista që gjeta unë Shijak, nuk ishin as edhe një dallim tjetër. Do t'i them me emër të gjithë, do t'i them unë me emër. Nuk ishin as i dallim nga lojtarët e kategorisë parë. Domethënë ishin gjithë ndjem të përgatitur, të gjithë mirë. Do t'i marr me radhë, aqsa më e menon se ky muhabet ka 50 vjet. Atëherë, në port unë kam gjetë Qerem Laknorin. Një portier disa vjet qarë me Shijakun, një portier i cili në fushë lunte edhe rolin e trenerit, ishi kompletuar. Ishi kompletuar, sigurisht. Dhe mbrojtës djathtë kam gjetur Dur Dervishin. Dur Dervishi ishte shpirt i ekipit të Shijakut. Shpirti i ekipit të Shijakut. Një lojtar me sedër, një lojtar i fortë fizikisht, jo teknikisht, po fizikisht, shumë. Një dhe dyta ishte një shoku mirë. Në qoftë se dikush vritesh, ai ishte detyruar të vinte, ose të merrte hak. Të merrte hak, diçka. Dur Dervishi. Po. Mbrojtës tjetër. Në mbrojtje kam gjetë Nikolambin dhe Lult Kërtushën. Të dy futbollista jashtëzakonisht mirë, si Nikolambi, pak më i vjetër se Luli, po dhe Lult Kërtusha është vërtet një djalë pozicional, djalë i fuqishëm, një lojtar, sidomos me kokë ishte një. Kurse në krah të majt, mbrojtës majt, ka qenë një talent i futbollit të Shijakut. Sovjet Kao. Unë them talent sepse në çdo ekip parë shkoje, nuk mund gjejë një mbrojtës majt si Sovjet Kao. Pavarësisht se ai nuk bëri shumë përpjet me ekipet e tjera sepse në atë kohë ishte ajo biografia e famshme që përdorte shteti jonë. Në mes fushë, prandaj po them që kam bërë gola shumë, se mes fushë kam pas 4 lojtarë të cilët ishin lojtarë të përsosur. Kisha, se unë duja pyk, mrapa me kisha Bashkim Sejitin, një talent i futbollit të Shijakut, një djalë i përsosur, jo vetëm si futbollist, po dhe si njeri. Si njeri vërtet, unë në kësaj disa dite kam një marrëdhënie shumë të mirë, takohemi shpesh me këtë dhe kujtojmë ato kohët e vjetra. Mrapa Bashkim Sejitit lunte Ramet pas Telhad Oraci. Edhe ishte vërtet një futbollist taktik, teknik e taktik. Dhe bashkë me këtë në ikra lunte Dull Hoxha, shoku im që kishim disa vjet që lurim bashkë, më ishte shumë mirë. Nesje para Shijak, kush ka qenë? Atëherë, të them të drejtën, unë nuk e maj mend mirë, më duket se ka qenë Narta. Më duket se Narta e Vlorës, diçka të tillë. Dhe sigurisht emocionet ishin emocione, se unë nuk po shkoja në një ekip dobët, po vija në një ekip, po të them që ishte për ekip parë. Do të tregoj edhe pse disa arsye pse nuk e kanë fut Shijakun, nuk donin ta fusin Shijakun në kategoritë parë, sepse vërtet kishte lojtar jashtëzakonisht mirë. Po e mbyll me sulmuesin e majt, ishte një Gjovalin, Lini, nuk më mend mbi emrin, po dhe ishte një djalë teknik shumë i shpejt, krosonte bënte. Tash duke pas këtë kontingjent Shijaku, ne ka qenë Gi Morati. Jo Çi Morati, po Gi Morati. Gi Morati që shkoi Sula e qoj në ekip parë të Partizanit, pastaj një futbollist me talent që arriti deri aty ku ai arriti. Do më fali që si kujtoj këto tjerat, po këto janë si baza. Ne shqiptar kanë qenë me natën. Të them drejtën, emocionet ishin emocione sepse gjithë opinioni ishte që kemi marrë një dursak të mirë. Se mos harroj do të themi që Petraqin më tha, Kadri, do shkosh në Suks, do marrë faza, unë do të marrë prapë në ekip parë. Faktikisht nuk e majti fjalën. Nuk e majti fjalën. Megjithatë unë nuk kisha se isha në një kushtetit, në një futbollist i kombëtarës shqiptare dhe nuk më erdhi zor. Ja, ne lunim për qejf, të gjithë ne që lushim për qejf. Ose lushim për të marrë të pesoshim, se mos më thanë, edhe për të hangër i drek, se kaq ishte ajo taritimi
kategorisë dytë. Dhe me nartë me shumë, vetë ajo, ka pas një veti që shokët ma thonë edhe sot, kam qenë shumë i shpejt, kam qenë vërtet i shpejt. Edhe në ekipë parë të lokomotivës, nuk ka pas njëri më të shpejt se sa. Sa gole bërë me nartën? Atere, me nartën bëra vetëm një gol. Një gol e bëri Bashkimi, 2 gole, fiton 2-0. Ku do që shkoshin, fitoshin. Kush ka qenë ndeshja jote që të kalon për shtype? Për të mirë dhe një ndeshje tjetër për të keq. Atere. Ndryshimi 2 ndeshjeve. Ku ty të kalon për shtypje dhe... Për shtypje më ka dëgjohë, nga një herë, sa për sqaruar, unë kam bërë në Shijak 80 gole. Gjithsej. Edhe 20 i kam bërë në Sukth. Po, këto 80 gola se mos dalë shumë ashtu. Jo, është gjithë merita e këtyre që unë përmenda. Për sa vjetë? Kjo është për 4 vjetë e gjysmë, 5 vjetë. Dhe më thë nuk është në gjë e madhe. Nuk është. Po të shofë statistikat të gjitha, këto janë. Shka qenë ndeshje? Atere, ndeshja që kam ngellë në mëndë ka qenë një ndeshje me në mos gaboj me Pogradecin, diçka tillë. Shiçanolli. Unë banoja me shpinë Shkozet. Dhe kur iksim për ndeshjen atje, merja çantën, dilja nga shtëpia, i hypja autobusit Shijakut në Shkozet, edhe do shkoja në ndeshje përpara. Dilja 10 minuta, çerek ore, gjysmë ore përpara që të shkoja në stadium në Shijakut. Do t'i që ajo autobusi Shijakut, kur në nis nga Durrësi, ishte mush plot për plot, edhe nuk ndaloj. Dhe prit autobusin tjetër në i kohë që ora po shkonte. Isha mësuar gjithmonë që e kisha formacionin të sigurt. Se tash, kështu janë të lojtarët e vjetër, lojtarët e mirë e kanë formacionin në sigurt. Dhe zbrita te xhamia, aty ku ndalonte autobusi, dhe aty është një 10 minuta, 5 minuta rrugë është që të shkosh deri kësë. Me vrap shko. Ku shkova atje, po zhvisheshin këta sportistët, lojtarët, shokët e mi me vjenë. Dhe edhe unë, për i herë, shkova, hoqja këto për të zhvesh, trajneri fundimi, Kadri thot, ri herë ti, thot se, i kam thënë njeri u tjerë. Kishe caktu njeri informacion, nuk mundet të ashtu. Mu merë një qika shu, thash, përversata me zirë, dhe se autobusi kështu. Unë nuk u qvesha, faktikisht, sepse edhe nga herë futbolliku janë është, sikur mbajmë atë i natin, kupton? Dhe, nejta me ramet pas me Sul Zehirin, me Gimalin, me këto sportistat e vjetër të Shijakut, aty në stol ku ishin se si. Edhe në këtë aty, filloj loja, nuk po bërë zhi gol, hiq fare, se janë desi, këni. Maroj pjesa pare. Më thot po, fundimi, Kadri tha zhvishu, thash vëllaj, sa s'jam të lujt madhe. Ishte gabim, themi dhe herë, të futbolliqet janë vërtet, nuk duhet njeri ju. Pranon gabim. Nuk, atëre ndrejtohet Sul Zehiri, edhe këta që qa është zhvishu, e nëse u zhvesha, bare që kënë zemje. Interesantët e zëti Pjetër, kur do në herë fati, sa filloj pjesa dytë, u bëj një ashtu, qau lini, Gjovalini atje, kresoj një top në zonë, sa e preka topin vetëm, hyni topin. Mi për fotolliku tjetër ishte ky, që unë bëra golin dhe shadal jash nga fusha. Ta shikë se më hypi dhe mu i nati im. Diçka tjilë. Me gjithë të, Zoti Pjetër do të thëtë Kadriu vetëm i gjë. Ruaj respektin më të madh për të gjithë futbollistat e Shijakut. Ishte shumë vështirë të vinte një lojtar nga rrethet tjera për të luajtur futboll në Shijak, sepse ata ishin futbollista vetë. Mirë po, aty duhet të dish të sidhesh. Unë për shembull jam sill në mënyrë të përsosur. Me të gjithë, jo për shitmen, jo bëj këtë, jo absolutisht, kam qenë në rregull, kam qenë për çdo gjë. Edhe më kanë respektuar dhe sot e kësaj dite, ti e vunëre vetë në Shijak, të gjithë moshatarë 70 vjeç që më takonin mua, kuptonin, më kishin respekt. Dhe edhe unë ruaj respekt për të gjithë këta zotëri. Ky është neshja, kurse neshja më e keqe pasaj ka qenë Nersek. Nersek. Çfarë viti? Ky ka qenë viti 1971.
71, po. 71-shin. Në një fushë si që kanë qenë kategori 2, me zhavore, me kështu. Të regoj që ndërceku kam prit unë juve, me Bashkim Sejit, që me qenë po. Kam qenë ushtarë. Nuk, unë ushtarët, falë, duke qenë se populli, ushtarët në mbrojtë neve, me Stefin. Hoqën me, atë dëshë të tregoje qik me Stefin, Erseka kishe një mbrojtës, një futbolist, që unë derim sot nuk kam pa futbolist më të madh me trup. 2 metra, gojt, kaj, Stefi. Të mërë të frimë që dhe i kolosat, edhe unë e kisha se e kisha, si të themë, me atë luja atje. I koditi lutin, apo jo? Me pa, atje ma ke menë shumë mirë. Dhe kjo që bën kjo Stefi, vjen në gjujni kohërën e atë, këta të Ersekës, Stefi vjen me kokë që të shënoj dhe nuk i bje topit, po i bje lull kërtushës në kokë. E qanë. Qanë lulli, këto më dërpritet loja, fillon e hynë, më këne këto ushtarët që ishin shjaka, së të sërë ishin. Në zonën rrypët edhe që të mbroni me fjallë, sepse, dhe gjo, zëti Pjetër, ka i diçka, fushat e kategorisë 2, flasë në atë kohë, se sot janë. Sa ty se fush dhe dega ushtarake isha. Pare thu, mund të hytë e kush dojmë, ose nga herë vinin e elitarë, kështu sa për dhe aty bashkë, mas gjysë more, shpirtin e shia. Edhe i polici ka gjutë Po lullë, parpa dhe polici. Atë policaj? Po, jo, më vona rejnë diçka tjetër, sepse jo kot përmenda tu dërvishin për shpirtin e gajë, sepse a i e pa gjesin, e pa më gjithë në këtu. Në konë që filloj loja, këj shkoj Kastiljet për plasës me Stefin. Dhe u për plasë, e qau dhe Stefin. Kjo ka qenë një nga ndeshjet. Kam qenë prezent. Një prezent. Do pyetësh kur kësha qenë gole më i bukur, unë do të them vetëm një gjë, golat janë të gjithë të bukur. Mjafton të bëhet. Po, do të them. Kam bërë një gol jashtëzakonisht të bukur në Pogradec. Me të vërtet një gol bukur, janë jashtëmëngjes, merë si që pjerde një krosin kështu, edhe i rash me djatën. Ky ka qenë në Shijak. Në vitin 71, ma se mëroj faza pare 71-shit, në Durrës vjen trener Refik Resmja. Dhe Refiku ti thonë që ti ke një sulmus. Shumë të mirë, nuk e të pëse e ke në Shijak, pëse se merë, a i po bëngolla në Shijak. Dhe vjen Refiku në Shijak, po, vjen Refiku në Shijak. Ka kohët me mu. Mi po unë atë kohë isha afërsisht ke 30 vjeqët, 29 vjeqët, 30. Edhe më thotë Refiku, ka drita do vish në Durrës. Them dakord, profesor, vi. Shkoj para gjithë në fazën e 2 të 71-72. Shkoj atje dhe më fut një ndeshjen e parë, më fut edhe ndeshjen e dytë, kur vjen në Durrës një futbollist i Dinamos Tiranës, me emrin Qutra. Qutra i Dinamos ka qenë një nga futbollistët të mirë Dinamos, domethënë titullari i Dinamos. Ai vjen për të bërë një 6 muaj ushtar, se kështu bëshin të gjithë to, edhe bën flepa. Edhe lunte po natëron që luja unë si ekstremi djathë. Vjen e Qutra dhe e merr ekipi parë, edhe mu fillon në edhe rezervë, mi po, marroj faza 2, i them profesor, unë jam në një moshë, unë nuk mund të